Po çka në të vërtetë është umre dhe kush duhet ta kryej ata? Umra o atimul umra wal hajju lillah, pra dhe kryeni umrën dhe haxhin vetëm për Zotin. Domethënë umra kryhet për hir të Zotit, edhe haxhi për hir të Zotit. Është një udhtim për dikon që se kupton. Pastaj duhet më tregoni më falë që ju ndërpres. Dallimin mes haxhit dhe umrës. Po, patjetër, s'diskutohet. Umra bëhet në një kohë, domethënë haxhi bëhet zakonisht për Kurban Bajram, domethënë që janë 10 ditë të Dhulhijhes, përjetohet periudha e haxhit dhe dita e Arafatit që është domethënë qëndrimi në kodrën e Arafat. Pra është një herë në vit haxhi. Kurse umra mundet më bëhet edhe jashta, domethënë kësaj kohe. Mund të bëhet në një kohë normale, kështu sikur gjitha kohët, a kupton? Edhe për dikën që nuk ka shkuar asnjëherë në umre, si shpjegohet për shembull umre? Për diçka që s'ka shku umra shpjegohet kësaj. Umra është një udhtim që bëhet në Mekë dhe Medinë, në qytetin ku Mekja, ku lindi Muhamedi alayhis salam, dhe gjendet Qabja, që është shtëpia e parë në tokë e Zotit, ku kanë adhuruar Zotin njerëzit vazhdimisht. E thuhet mbi Qabe është një Qabe tjetër që qëndrojnë 70.000 melekë. Edhe hyn 70.000, dalin 70.000 dhe Zoti e din më së miri. Edhe aty bëhet vazhdimisht lutje e Zotit, vetëm ndaj Zotit, adhurim, ibadet, wa abudullahu la tushriku bihi shay'an, pra adhuroni Zotin e mos i bëni atij shoq.